تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بإذن الله تعالى do vazhdojmë me këtë libër madhështor, Kitabul Iman min Sahih Muslim, libri I imanit nga Sahih Muslimi, me shpjegim të djetarit kolosal Al-Allama Al-Imam Sheikh Rabia rahimahullah. Dhe jemi të kapitulli ku përmendet, dhe siç e kemi përmendur në të kaluarën, se këto kapitujt, titullimi I kapitujt në Sahih Muslim I ka bërë El-Hafidh An-Nawawi rahimahullah. Dhe jemi të kapitulli Babu Tahrimi Darbil Khudud wa Shaqqil Juyub wa Duai Bid-Da'wa Al-Jahiliya. Kapitulli ndalimit të goditjes së faqeve, shqyrjes së robave dhe thirrjes me thirrjet e gjahiljetit. Këtu në këtë kapitull Imam Muslim rahimahullah ka përmend disa haditha që tregon domethënë se këto çështje janë të ndaluara në fen ton, dhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur me tauhidin që me I çrënjos këto çështjet e gjahiljetit në tërësi, me I çrënjos çështjet e gjahiljetit domethënë në tërësi. Këtu hadithi I parë që përmend Imam Muslim rahimahullah në këtë kapitull është hadithi të Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa minna man daraba al-khudud aw shaqqa al-juyub aw da'a bi da'wa al-jahiliyah. Domethënë përkthimi I hadithit është, nuk është prej nesh ai që godet faqet, shqyen robat ose thret me thirrjes e kohës së ignorancës, e kohës domethënë të gjahiljetit. Po ashtu hadithi tjetër, I cili është hadithi I djalit të Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma, ku tregon domethënë për babain e tij, domethënë Ebu Burda ibn Abi Musa qal waji'a Ebu Musa waj'an fa ghushiya alayhi. Domethënë tregoja se Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu kur ishte në momentet e tij të fundit të jetës, kur ballafaqohesh ose përballoheshte me vdekjen, kishte domethënë dhimbje të rënda, aq shumë të rënda sa që edhe hupte her pas her vetdijen e tij. E hupte domethënë vetdijen nga dhimbjet që po I përjetonte. Wa ra'suhu fi hijri imra'atin min ahlihi. Dhe ndërsa koka e tij, koka e Ebu Musas radhiyallahu anhu, ishte në prehrin e një gruaje nga familja e tij. Do shohim tash domethënë edhe te transmetimi tjetër që është për qëllim domethënë gruaja e tij, bashkëshortja e tij, Ummu Abdillah radhiyallahu anha. Dhe ajo fasahat imra'atun min ahlihi. Ajo bërtiste domethënë nga piklimi, rënkonte nga piklimi. Falem yastati' an yurda 'alayha shay'an. Por Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu nuk mundi të reagoj në atë moment, që me e këshillu, që me përkujtu domethënë se si duhet besimtari edhe në raste të tilla të sillet. Falamma faqa qal. Atëherë kur e mori veten, kur I erdhi vetdia, tha Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dhe këtu duhet me e pa domethënë këtë
ideal të lartë, këtë vullnet të lartë të sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që edhe në këto rrethana të tilla, domethënë këtu janë momentet e fundit të jetës së tij. Edhe ato dhimbjet, siç e përmendet, domethënë e hupte vetdijen nga aq shumë dhimbje që përjetonte. Megjithatë, kur pa diçka që kundërshtohet, që kundërshton fenë Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk e duroj. Por, sa e mori vetën e ti, sa e mori vetën, atër tha, ana bariun mimma bara minhu Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam. Fa inna Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam bara min as-saliqa, wal haliqa, wal shaqqa. Atër tha, unë jam i distancuar, jam i pastër nga ajo që është i distancuar dhe i pastër edhe i dërguar i Allahut sallallahu aleyhi wasallam. I dërguar i Allahut sallallahu aleyhi wasallam është i distancuar nga veprimet e gruas që bërtet ose rënkon me zë të lartë nga piklimi, që i ruan flokët e saj nga ose si shenjë të mbajtje e zi, domethënë, dhe që shqyen rrobat e saj. Këtu te transmetimi tjetër, një rivajet tjetër që e sjell Imam Muslimi rahimahullah, se kur e hupi vetdijen Ebu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu dhe kur e mori vetën prap, atëherë domethënë i tha grus të vete, se ishte domethënë imra'atahu Ummu Abdillah. Ajo domethënë që bërtiti dhe rënkonte me zë të lartë. Atëherë i thotë Ebu Musa radiallahu anhu, alem ta'lemi, a nuk e diti se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thënë, ana bariun mimmen halaqa wa salaqa wa kharaqa. Unë jam i pastër nga ai i cili bërtet me zë të lartë nga piklimi, ai që ruan flokët dhe që i shqyen rrobat. Do të thënë edhe në këto momente të vështira dhe të rënda, sahabat e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam nuk ndaleshin që t'u mësojnë njerëzve fenë e Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe mundemi ta imagjinojmë nëse Ebu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu vepronte kështu në këto rrethana të tilla dhe me këto dhimbje që po i përjetonte, si ishte situata e tij kur ai ishte domethënë me shëndet të plotë. Si ishte domethënë i zjarrt pas përhapjes së davetit të tauhidit dhe të sunnetit, dhe mos me kursy vetën e tij në përhapjen e thirrjes islame. Edhe është Ebu Musa radiallahu anhu për atyrve që i dërgoi pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam në Yemen si thirrës me Muadh ibn Jabal radiallahu anhuma. Pastaj thot shejkhu ynë el-imam el-shejkh Rabia rahimahullah, thot se në këtë kapitull ato çështje që janë të përmendura janë për çështje domethënë që janë që njerëzit domethënë i përdorin ose i veprojnë gjatë sprovave. Kur i vdes dikush do një të afërt ose do një shok e të ngjashme, dhe të gjitha këto janë kundërshtime me fenë Allahu subhanahu wa ta'ala, për shkak se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thënë lejse minna, nuk është prej nesh ai i cili vepron domethënë këto veprime. Dhe thot Shejkh Rabia rahimahullah se në shumica e rasteve ata të cilët i veprojnë këto veprime gjatë sprovave dhe goditjeve janë gratë. Por ndodh, thot Shejkh Rabia rahimahullah, se edhe në disa vende të caktuara, në disa shtete, që edhe burrat të bëjnë domethënë veprime të tilla, që është domethënë rahja e faqeve ose domethënë prishja ose ngrisja e domethënë këmishës ose petkave e të ngjashme, dhe po ashtu edhe thirrjet të ignorancës të gjahilijetit. Dhe thot Shejkh Rabia rahimahullah se çdo lloj të thirrjes së gjahilijetit pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam e ka refuzuar.
Edhe kur ka ndodhur një herë diçka do një ngrindje mes ansarve dhe muhaxhirëve, dhe njëri ka thënë ja lil muhaxhirin dhe tjetri ja lil ansar, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ma balu da'wa al-jahiliya. Çka është kjo, domethënë thirrje të ignorancës. I kanë tregu domethënë për mosmarrveshjen, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë da'uha fa innaha muntina. Lëreni atë thirrje të jahilietit, sepse është e qelbur. Sepse është e qelbur. Lëreni atë, sepse është e qelbur. Shumica këtynve do më thonë bidaqive, hizbive, u pengon kjo El Makedoni. Edhe kini pa do më thonë El Makedoni, Macedonci, ne jemi të Macedonisë. Nesër ne ndryshojmë faktin dhe realitetin se jemi të Macedonisë. Së në them se jam të Kosovës, as të Shqipërisë, jam të Macedonisë. Ku janë ata do më thonë që t'i lënë këto çështje? A u kemi thënë ne do njerë atynve ju Kosovarët? Ose i kundërshtojmë për kundërshtime që i kanë ndaj menhexhit selefi? A është Besord Maxhuni, a është Ahmet Hoxha, a është ata tjeri që shquhen Bozhlani e kujt di çfarë? Nuk kemi thënë ju ai Kosovari, ju ai Tiranës i Shqipërisë do më thonë. Nuk ka kufi do më thonë çështja e menhexhit selefi. Prandaj kjo është da'uha fa innaha muntina. Lëreni atë thirrje se ajo është thirrje e qelbur. Thirrje do të thonë e qelbur, sepse kjo feja e tauhidit të pastër që jo është shpallur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e ngriti Bilal el-Habeshi, i cili ishte rob dhe nga Etiopia dhe me ngjyrë, por e ngriti dhe e mposhti dhe e uli dhe nënçmoi Abu Jahal dhe Abu Lehebi, të cilat ishin prej fisit të Kurejshive, fisi më i mirë në mesin e arabëve. Por për shkak se nuk e ndoqën rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë prej të humburve dhe vendin e kanë në zjarr. Kurse Bilal radiallahu anhu është për xhenetlive. Edhe Salman el-Farisi radiallahu anhu po ashtu. Thot Shekh Rabia rahimahullah, nëse dikush i vepron këto veprime, rahja e faqeve, ose grisja e robave, ose thirrjeve të jahilietit, nëse e bën një gjë e tillë duke e pa se është e lejuar, duke e bë halal, atëherë del prej fesë, thotë shehu. Del nga feja, nëse e bën halal një gjë e tillë. E për ndryshe, nëse nuk e bën halal, atëherë ka bë domethënë mekat prej mekateve të mëdha që meriton ai person distancimi, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të jetë distancuar nga ai. Dhe po ashtu, Allahu subhanahu wa ta'ala e ka pastruar pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam nga vepruesit e bidatit. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka pastru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nga ata që fusin çështje të reja në fenë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka thënë Allahu ta'ala, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Vërtet, ata që e përçan fenë e tyre dhe u ndan në grupe, ti Muhammed nuk ke kur fare përgjithësi. S'ke të bësh me të asgjë. I e i pastër për tyre, i distancuar. Dhe po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala thot, am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dhan bihi Allah. A mos kanë ata ortak që a përcaktuan atyre fen, të cilën nuk e urdhëroi Allahu subhanahu wa ta'ala. Por e marrin do thonë nga dikën tjetër. Prandaj thot Shekhu Shekh Rabia rahimahullah,
se çështja e bidatit është çështje e madhe dhe e rrezikshme. Dhe po ashtu edhe ato çështjet e xahilietit janë çështje të mëdha dhe të rrezikshme. Prandaj muslimani e ka për detyrë ti përulet Allahut subhanahu wa taala me plot sinqeritet dhe ti nënshtrohet e asesi mos të shpik në fenë Allahut subhanahu wa taala, mos i ndjek edhe shpikësit që bëjnë në fenë Allahut subhanahu wa taala, sepse përndryshe ata hynë domethënë nën këtë kërcënim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të jetë distancuar prej tyre. Pastaj thotë Sheikh Rabia rahimahullah, se këtu përmendet te hadithi që Ebu Musa radiallahu anhu e hupte vetdijen. E hupte vetdijen dhe si shkaku të kësaj nuk kishte mundësi domethënë me refuzu atë veprimin e grusë vete. Por në momentin e parë, kur ju mundsua Abu Musa radiallahu anhu, edhe pse luftonte me vdekjen dhe ishin momentet dhe çastet e fundit të jetës, me një herë e përcolli atë që e kishte dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është domethënë situata dhe gjendja e besimtarit, thotë Sheikh Rabia rahimahullah, ai në çdo rast dhe në çdo situatë në bazë të mundësive do të thonë i udhëzon, i thret njerëzit ka hajmira dhe i pengon dhe i ndalon nga e keqja. Se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, men ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisani, fa in lam yastati fa bi qalbihi, wa dhalika ad'afu al-iman. Do të thonë kur sheh ti kush për juve do një të keqe, atëherë le ta ndryshojnë me dorën e tij, e nëse nuk mundet atëherë me gjuhën e tij, nëse nuk mundet me zemrën e tij, dhe ky është imani më i dobët. Kështu Ebu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu e dëgjoi këtë munker, por në momentin kur e hupte vetdijen. E dëgjoi këtë munker, këtë kundërshtim, por në momentin kur e hupte vetdijen. Do më thonë s'kishte mundësi me e kundërshtu, por në momentin e parë, thotë Sheikh Rabia rahimahullah, kur ju mundsua, do më thonë, e kundërshtoj dhe e orientoj dhe e mësoj se çka është e drejta dhe e mira për besimtarin dhe besimtaren me vepru do më thonë në raste të tilla. Kurse thotë Sheikh Rabia rahimahullah, ka njerëz për njerëzve të dalaletit dhe të ignorancës, ata gëzohen dhe shpresojnë, mbajnë shpresa që njerëzit pas vdekjes së tyre të vajtojnë dhe të bëjnë tubime martore, do të thonë ceremonime organizu, dhe me bo me vlute. Dhe kjo është zakoni i njerëzve të humbur dhe të ignorancës, që do më thonë që të vajtohet për të dhe të bëhen tubime dhe me vlude. Kjo është zakoni, do të thonë, njerëzve të ignorancës dhe të humbjes. Dhe po ashtu, thotë Sheikh Rabia rahimahullah, ata bëjnë njoftime do më thonë për vdekje në për gazeta dhe do më thonë e financojnë një gjë e tillë me para të shumta, sa që edhe në disa raste mundet me ndodh keqpërdorim të parave të jetimave. Do të thonë ai tjetri që ka vdek, ka lënë jetima. Në vend ata të alen parave, pasurin, jetimave, jo çka bojnë, do më thonë, i përdorin për me vlute, për ceremonia të ngjashme. Dhe kjo është keqpërdorimi, do të thonë, i parave të jetimave dhe të gjitha këto çështje janë prej çështjeve të xahiliyetit. Dhe sa i përket, këtu e përmend Sheikh Rabia një transmetim nga Xherir radiallahu anhu dhe po ashtu nga Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma, që thonë të dytë, kunna nara al-ijtima'a ila ahli al-mayyiti wa san'ati at-ta'ami min an-niyaha. Do më thonë, e konsideronim tubimin të familja të vdekurit dhe pregaditjen e ushqimit pas varimit, të një transmetim, si pjesë të vajtimit. Do më thonë, kush e thot këtu? 2 sahabi, që kanë konsideru, do më thonë, këtë në kohën e sahabëve ridvanullahi alejhim. E konsideronim tubimin të familja të vdekurit dhe pregaditjen e ushqimit pas varimit si pjesë të vajtimit. Si pjesë, do më thonë, të vajtimit. Prandaj thotë Sheikh Rabia rahimullah, të gjitha këto çështje janë çështje të xahilietit, do më thonë, njeriu të ulet në shtëpinë e tij dhe me caktu, do më thonë, orar,
ku i pret ngushëllimet dhe bën njoftim publik se në vend filan e filan është i prit njerëzit e kështu me radhë, kjo do më thonë është në kundërshtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë ai i cili ka luftu çështjet e xahiliyetit, sepse Islami ka ardhur që të shërënjosen ato çështjet e xahiliyetit në të gjitha llojet e saj dhe format. Prandaj, njeriu e ka për detyrë, thot Sheikh Rabia rahimahullah, që të ndalet te kufijtë e Allahut subhanahu wa taala në çdo çështje. Do të ndalu aty te argumentet prej Kur'anit dhe Sunetit, sipas kuptimit të selefus salih ridwanullahi alehim, dhe ai kujdeset qëndron larg prej çështjeve të ndaluara që shkaktojnë zemrimin e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj duhet shehu thot, njeriu me pas kujdes, sepse pasuria shkon, koha shkon, por në fund ti do qëndrojsh para Allahut subhanahu wa taala dhe duhet t'japish llogari. Pastaj shehut këtu ja bën një pyetje, e pyesin për fjalën që ka thënë Fatima radiallahu anha gjatë vdekjes, ose kur ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku ka thënë domethënë wa karba abatah. Fatima radiallahu anha ka thënë, o çdhimbje o babai im. O çdhimbje përjetoj domethënë o babai im. Thot Sheikh Rabia rahimahullah se kjo fjalë të Fatimas radiallahu anha nuk është prej thirrjeve të xahiliyetit e as nuk është domethënë prej çështjeve të vajtimit që është ndaluar, por është fjalë madhështore që ka thënë bija e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe që më tregu domethënë se nuk përmban ndonjë ndalesë ose ndonjë gjë të ndaluar, askush prej sahabët ridwanullahi alaihim nuk e ka kundërshtu. Do thonë dikush prej sahabëve ridwanullahi alaihim. Pastaj pyetja tjetër që i bëhet Sheikh Rabiz rahimahullah, çështja a lejohet domethënë me caktu një vend ku të bohemi për ngushëllime dhe me qëndrua aty domethënë me familjarët e të vdekurit, si lloj mbështetje dhe ndarje dhimbjes me to. Si qëndron domethënë në çështja e shariatit për këto veprime. Sheikh Rabia rahimahullah thot, një gjë e tillë nuk është e lejuar. Ti mundesh me i dhënë selam atit, domethënë ta ngushëllojsh, me i dhënë selam dhe largohesh. La tatakallaf, nuk e ngarkon veten tënde. Jep selam domethënë edhe nuk e ngarkon veten tënde. Nëse të mundsohet, thot Sheikh Rabia rahimahullah, t'ja bësh ngushëllimin te varrezat, bëne. Ose në xhami, ose në treg, ose në vendin e punës. Ku të mundsohet domethënë, mundesh ja bësh, nuk është patjetër kush domethënë me shku te shtëpia e tij. Po e takove rrugës, e nëse ke kojshi për shembull, e takove në xhami, e takove në treg, e ke kry domethënë dhe e ke zbatu sunetin. Kurse këto veprime të xahiliyetit janë të ndaluara dhe nuk lejohet për një musliman. Nuk lejohet domethënë për një musliman. Dhe thot Sheikh Rabia rahimahullah, une i porosis vëllezërit e mi dhe fëmijët e mi që të mos bojnë asgjë prej këtyre çështjeve të xahiliyetit, po të qëndrojnë domethënë larg tyre. Dhe thot Sheikh Rabia rahimahullah këtu se e kam pa një shkrim, një libër domethënë të Imam Uthejminit rahimahullah, që është i vogël, disa domethënë faqe, por shumë i rëndësishëm, posaçërisht domethënë në veçanti domethënë për këtë temën e ngushëllimeve dhe si lejohet e si nuk lejohet dhe cilat janë domethënë prej çështjeve të xahiliyetit. Dhe thot Sheikh Rabia, unë i inkurajoj domethënë nxënësit e dijes që me kërku këtë shkrim të Sheikh Uthejminit rahimahullah dhe me përhap domethënë në rrjetet sociale, në internet domethënë Shabakatul Ankebutia, ose sot domethënë sipas gjuhës tonë aktuale, si me thënë bashkohore, do thënë në rrjetet sociale,
Sepse thotë që orientuesi, ai që orienton njerëzit ka e mira, është sikur sa ai që vepron. Ai i cili i orienton njerëzit ka e mira, është sikur sa ai domethënë që e vepron. Pastaj një pyetje tjetër që është pyetur Sheh Rabia rahimahullah, është pyetja domethënë sa është numri i ditëve që gruaja mban zi për burrin e saj. Sa ditë domethënë janë ato të caktuara që gruaja mban zi për burrin e saj. Shehu thotë Sheh Rabia rahimahullah se ajo koha ose periudha është 4 muaj e 10 ditë. 4 muaj e 10 ditë. Kurse sa i përket burrit, nuk ka kohë ose periudhë të caktuar. Domethënë nuk mban zi burri, asnjë ditë. Kurse gruaja në lidhje ose gjinia femrore domethënë, në lidhje me babain e saj ose me vllajin e saj ose xhaxhai i saj, është 3 ditë. 3 ditë, jo më shumë. Është domethënë 3 ditë. Edhe tregon këtu Sheh Rabia rahimahullah se Ummu Habiba radiallahu anha, bashkëshortja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur vdiq babai i saj Abu Sufjani radiallahu anhu, pas 3 ditë kërkoi prej grave që t'i sjellin parfym dhe ajo tha domethënë në atë moment, inni kuntu an hadha la ghaniya. Domethënë unë s'kisha nevojë për një gjë e tillë, por لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على الزوج. Nuk i lejohet gruas që beson në Allahun dhe ditën e Kiametit të mbaj zi për më shumë se 3 ditë për një të vdekur, përveç për burrit të saj. Dhe një transmetim tjetër për të cilin ajo mban zi 4 muaj dhe 10 ditë. Domethënë, thotë Sheh Rabia rahimahullah, babai i saj Abu Sufjani, njëri prej të mëdhejve të Kurejshive, njëri prej të mëdhejve të Islamit, Abu Sufjan radiallahu anhu, prej të mëdhejve të Islamit, radiallahu anhu, edhe nëse u plasin hundët rafidave. Abu Sufjani radiallahu anhu min udhamai l-Islam, prej të mëdhejve të Islamit. Megjithatë, pozitën që e kishte dhe që e gëzonte, ajo domethënë Ummu Habiba radiallahu anha, bia e tij, nuk e kaloi kufirin i cili ja caktoi asaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por unë ndal aty ku ndal argumenti. Edhe në raste të tilla domethënë, kur është në pyetje babai i saj, prindi i saj dhe burr i madh të Islamit dhe të fisit. Megjithatë unë ndal aty domethënë ku ndalet argumenti. Domethënë edhe këtu kështu ka menduar bashkim me muslimanët. Kështu, kur edhe unë dal për vetes time, edhe ti do dalësh për vetes tënde, edhe na xhikon argumenti. Na xhikojnë argumente, këta argumente. Jo ideat e mia, jo ideat e Sejt Kutubit. Jo. Fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur do ndalemi aty, atëherë do më thonë do ndodh bashkim në realitet. Dhe thot Sheh Rabia rahimahullah, se muslimani për këto raste ose qaste para pregaditet. Do më thonë, jo tash të ka ndodh ty dhëndrion, të ka ndodh një problem edhe tash me njerë sot për sot duam ta zgjedhim. Jo. Është problem, edhe thot Sheh Rabia rahimahullah, është shumë vështirë në raste të tilla atëherë njerëzit ta pranojnë. Por duhet domethënë e temhid, me para pregadit terrenin, me pregadit domethënë çështjen,
që shpirtrat, zemrat e njerëzve të jenë të para përgatitura. Jo ka vdek ai tjetri dhe ti tash u thosh nuk do bëjmë ngushëllime, nuk do bëjmë kështu, nuk do bëjmë ashtu. Po deri dje ku ke qenë ti? Prandaj thot shehu, çështje të tilla ka nevojë për para përgatitje. Dhe thot shehu Sheikh Rabia rahimullah, më kujtohet një i ri që ishte selefi. I ndodhi një problem dhe ishte miskin, ishte selefi në fillim. Duke ishte domethënë sinqeriteti i tij asaj kohe. I vdiq babai i tij dhe familja e tij nga fshatrat min el badia erdhën domethënë edhe u grumbullun, u mblodhen domethënë në shtëpinë e tij. Duke e ditë ky djali domethënë hadithin dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se një gjë e tillë është prej çështjeve të xahilietit. Edhe i ka ardhur Sheikh Rabis, fajaani faqala li, erdhi dhe më tha, el jamaa ijtama'u, do thonë familjarët janë të buta, janë bledh do më thonë shpi, fi menzilin, shpin time, për ngushëllime. Dhe ti e din o sheikh hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse për mu është shumë vështirë tash që unë do më thonë t'i largoj ata. Shumë vështirë. Atër i thot shekhu Shekh Rabiz rahimullah, me çka më këshillon. Shekhu thot, u detyrova, thot tarartu, u detyrova do më thonë, me shku të shtëpia e ti dhe të ulem me ata. Kjo për Alban Malaj tash, edhe për ata Ebu Abdullah, Ebu Filan, Ebu Dejali, e kimi pa, ka shku aty, ka bo ngushëllime, o shul me ata, u kry puna do më thonë, ta varosim. Se kështu gjikojnë ata. Si që ka Bukhari që në ka të regu njerë me atë ajo boca e gazit, si thonë ju? Bombla, barakallahu. Ai njëri ka pas hallin e vet, një haddadi e ka pa edhe ka thënë jo e pash, ai hypin taksi ose në filan makinës të një bidaçiut edhe ajo është me to. Edhe tash shikoni, shehu thot, u detyrova me shku wa jalastu ma'ahum, u ula me ta. Wa mahattu lahum bil lutfin walin. Do në thonë e para pregadita muhabetin me butësi dhe me mëshirë dhe dhimbshmëri. Atëherë, pat me u thonë shejhu atynve se një gjë e tillë nuk bën, duke va tregu vetëm argumentet, po njerë në fillim do në thonë me butësi, si jeni, a jeni mirë, e kështu me radh. Atëherë, lemma fahimu kur e kuptuan do më thonë se çështja nuk bën, i kanë thënë atit djaloshit, atit triut, a do ti që të vazhdojmë këtu ose të shkojmë? Ajo ka thënë, wallahi e sunnatu habbu ileja. Pasha Allahun, suneti është më i dashur tek unë. Atëherë janë çujt edhe kanë shku. Janë çujt do të thonë edhe kanë shku, po thotë shehu, ky djalosh do të thonë pas një kohe ka deviju. Pas një kohe do të thonë ka deviju. Thot shehu, e shahid prej kësaj është se ka disa çështje që janë të vështira, janë të rënda dhe kërkojnë para pregaditje, se për ndryshe njerëzit që nuk i njehin ato u vjen si shok. Dhe atëherë doshta edhe nuk ka dobi muhabeti dhe biseda me to. Prandaj çështja kërkon, thot shehu Shekh Rabia rahimahullah, para pregaditje dhe po ashtu edhe mësime dhe takime. Kur njeriu takohet me familjarët e tij, atëherë i përmend edhe këto çështje. I sill argumentet për këto çështje. Që të nesërmen kur ndodh një situatë e tillë, atëherë janë domethënë të para përgatitura. Prandaj thotë edhe për këtyre çështjeve thot shehu Shekh Rabia rahimullah, është çështja domethënë ajo libri i Sheikh Uthayminit rahimullah, do ishte mirë thot shehu që të shtypet, të botohet dhe të përhapet. Sa i përket pritjes së gruajas 4 muaj 10 ditë, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah thot se kjo tregon për sosmërinë e plot dhe bukuria e plot të shariatit. Kjo që gruaja me prit, domethënë e ka pritjen dhe mbajtjen zez, domethënë 4 muaj 10 ditë. Për prindin, për vllajin jo vetëm 3 ditë.
Ibnul Qayyim rahimahullah thot se disa mundet me pyet, pse domethënë në veçanti vetëm për burrin 4 muaj 10 ditë. Thot Ibnul Qayyim rahimahullah se kjo është prej përsosmërisë së plot dhe bukurisë së plot të shariatit dhe kujdesi për dobit e robërve në mënyrë më të përkryer. Në mënyrë domethënë më të përkryer. Edhe Imam Ibn Bazi rahimahullah thot se urtësia qëndron aty domethënë, edhe thot shehu Allahu a'lam, se domethënë nëse ajo gruaja është shtatzane, që brenda atyre 4 muajve dhe 10 ditëve të shfaqen domethënë shenjat e shtatzanisë dhe të mos përzihet domethënë preardhja në mënyrë të padrejtë. Dhe me shku ajo duke që në shtatzane të burit tjetër edhe të përzihet kështu çështja. Jo. Shariati domethënë këto çështje i ndalon, i ndërpren nga fillimi. Barakallahu fikum. Edhe është interesant, Sheikh Salih El Fauzani hafidhahullah pyetet për një gru që ka vdek burri dhe ajo është në moshën 85 vjeçare. A duhet edhe ajo me prit 4 muaj 10 ditë? Thot shehu Allahu nuk ka bë dallim mes ajo që është në moshën e re edhe ajo që është në moshën e madhe. Edhe nëse është 85 vjet, duhet me bë domethënë atë pritjen 4 muaj e 10 ditë. 4 muaj e 10 ditë. Edhe kjo mbajtja zi domethënë, thot Sheikh Fauzani hafidhahullah, disa çështje domethënë duhet mi pas gruaja gjatë kësaj periudhe kujdes. Si për shembull domethënë ti largohet parfumimit, të mos parfumoset, po ashtu parfumosja e trupit dhe parfumosja e petkave. Po ashtu edhe zbukurimi. Po ashtu më thonë edhe ti largohet zbukurimit gjatë këtyrve muajve, 4 muaj 10 ditë. Po ashtu edhe ti largohet daljes nga shtëpia e burrit pa nevojë. Ti largohet domethënë daljes nga shtëpia e burrit pa nevojë. Dhe po ashtu çështja e 4, thotë Sheikh Fauzani hafidhahullah, ti largohet bisedave që mundet domethënë me sjellë fitne dhe nxitje të epshit. Përndryshe nëse ajo ka nevojë për me pyet diçka, do një mjek ose do një treg për shembull e kështu me radh, është në rregull thotë shehu hafidhahullah. Ama biseda domethënë që nxisin epshin e kështu me radh, duhet domethënë gjatë kësaj periudhe, thotë shehu gjatë kësaj periudhe dhe jashtë kësaj po ashtu duhet muslimania të largohet bisedave të tilla. Pastaj Sheikh Rabia rahimahullah përmend edhe një hadith tjetër këtu në lidhje me këtë kapitull ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam arba'un fi ummati min amri al-jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhru fi al-ahsab wat-ta'nu fi al-ansab wal-istisqa'u bin-nujum wan-niyaha وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se janë 4 çështje për çështjeve të xahilietit në mesin e umetin tëm që nuk i lajnë. E para është krenaria për preardhjen, nënvlerësimi i të tjerëve përmes përgojimit të preardhjes së tyre, kërkimi i shiut përmes yjeve dhe vajtimi me zë të lartë për të vdekurin. Gruaja që vajton nëse nuk pendohet para se të vdes, do të ringjallet në ditën e kiametit e veshur me roba prej katranit dhe me një këmish të zgjebosur. Dhe me një këmish domethënë të zgjebosur. Këtë hadith, thot Sheikh Rabia rahimullah, e ka transmetu Imam Muslimi rahimahullah dhe po ashtu edhe Imam Ahmedi rahimahullah. Dhe thot Sheikh Rabia rahimullah, nëse hadithi është jashtë 2 sahiheve, jashtë domethënë Buhariut dhe Muslimit, atëherë nuk të lejohet, thot shehu, nëse i ke kompetencat për me gjyku hadithin a është i sakt ose i dobët, ta pasojsh në mënyrë të verbër as Ebu Davutin e as dikë tjetër. Kjo është menheq selefi. Thon jashtë sahihein, thot shehu, jashtë Buhariut dhe Muslimit, nëse i ke kompetencat
për çështjen e haditheve, klasifikimi i haditheve, atë nuk lejohet, domethënë, nuk lejohet që ti pasojsh në mënyrë të verbër as Imam Abu Davudin e as dikën tjetër prej imamlarëve. Por detyrën e ke domethënë ta ndjekish argumentin. Sa i përket dy sahiheve, çështja e tyre domethënë është e njohur dhe e ditur. Se domethënë ato e kanë kaluar domethënë peshorën. Dhe imamlarët e Islamit janë në pajtueshmëri për saksinë e këtyre domethënë dy librave, Buhari dhe Muslim. Dhe thotë Sheikh Rabia rahimahullah pas përmendjes së këtij hadithit, se këto çështje që janë për çështjeve të xahilietit janë të shumë njerëz për keqardhje të përhapura. Por një gjë e tillë është çështje kauni, do të thonë çështje universale. Sa i përket çështjes fetare shar'an, ne kemi patjetër detyrë, domethënë, t'i luftojmë këto dukuri dhe paraqitje. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ashtu na ka tregu se ky ummet do përçahet në 73 grupacione. Por nuk themi ne ky ummeti do përçahet edhe ne nuk flasim as kundër bidatit, as kundër bidatçive, as kundër sekteve, jo. Kjo ka me ndodh, po, ama se duhet të luftohet bidatit dhe bidatçit dhe të paralajmërohet, kjo është e kërkuar sheriatikisht prej muslimanëve. Pastaj pyetja e fundit që i bëhet shehut në lidhje me këtë kapitull dhe me atë përfundojmë bi'idhnillahi ta'ala. Thotë shehu, pyetja është, ai i cili nënçmon, i nënvlerëson sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a është prej rafidave? Thotë shehu Sheikh Rabia rahimahullah, nëse janë prej ata që i shajnë sahabët ose disa prej sahabëve, ai pa dyshim është prej rafidave. Dhe ka prej rafidave që i bëjnë qafira sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ata janë vetë qafira, ato rafidat, që bëjnë tekfir ndaj sahabëve, sahabët janë të pastër për atij tekfirit, se Allahu Teala është i kënaqur me ata dhe po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka lavdruar ata, domethënë ata me këtë gjykim rafidat që ua bëjnë shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e përgënjeshtrojnë librin e Allahu subhanahu wa taala dhe sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj janë ata qafira. Dhe për këtë domethënë thotë shehu, kthehuni te libri të Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, për ata domethënë që ka shkruar në lidhje me njerëzit që e shajnë dhe ofendojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe thotë shehu Sheikh Rabia rahimahullah se rafida janë njerëzit më gënjeshtar që gënjejnë për Allahun subhanahu wa taala dhe po ashtu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj thotë shehu se wal kadhibu inda ahli al bid'i jami'an kullu mubtadi'in kadhab. Thotë shehu gënjeshtra është e pranishme tek të gjitha pasuesit e bidatit. Çdo pasues i bidatit është gënjeshtar. Çdo pasues i bidatit është gënjeshtar, thotë shehu. Shehu e thotë një gjë e tillë nga njohuria e tij, që shkanë thonë selefët ridwanullahi alehim për bidatçit, dhe po ashtu edhe nga eksperienca e tij gjatë 70 vite që ka pas, duke i refuzu dhe duke i zbulu kokat e bidatit. Që shehu do të thonë kullu mubtadi'in kadhab. Çdo bidatçi do të thonë është gënjeshtar. Por ai turpi dhe mendjelehësia që ndron që ka pastaj njerëz që u besojnë këtyre gënjeshtarëve. Dalin njerëz pastaj dhe u besojnë këtyre gënjeshtarëve. Barakallahu fikum. Edhe thotë shehu Sheikh Rabia rahimahullah se për shembull nëse kanë ata të gjehum, janë për gjehmive, kanë armiqësi të ashpër kundër njerëzve të sunnetit, si për shembull Ibn Taymiyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Abdul Wahhab dhe të ngjajshëm prej imamlarëve të sunnetit. Ata kanë domethënë kanë urrejtje dhe armiqësi të ashpër dhe të egër dhe kanë metoda të prishura
që tentojnë të luftojnë imamllarët e Islamit. Kanë metoda të prishura, saqë si kishte thënë edhe ustadhi në shkrimin e tij, që ndoshta edhe shejtani donjëherë çuditet me metodat e tyre se si po veprojnë ata. Që ndoshta edhe shejtani po habitet dhe çuditet se çfarë metoda po sjellin ata. Edhe normal, ata tash në këto vende, në këto troje, në krye xhamalin, pastaj ne çimi me xhamalin, normal ata kanë urrëtitje. Se va kemi thy kokën krejtve, Eminit, Albanit, Jetonit, Spartakut, Xhaferit, Bekirit, Sadullait, Ahmed Kala, krejt va kemi thy qafën. Tash ata e kanë pa se me këta njerëz së përballohemi drejt për drejt. S'kina as burni, as argumente. Çka? Kanë qitë profile tash, Ebu Filani, Ebu Dejjalli, Ebu Kedhabi, edhe tentojnë aty bashkërisht, edhe halebistat, edhe të tjeri na dyshimet gjen aty, dyshimet e Hadadive gjen aty, dyshimet e Ihuancave gjen aty, dyshimet e Rafidave gjen aty. Edhe ka ata pastaj tregojnë pralla, dum filan dietarin e filan imamin. Ne jemi ata që përhapim librat, diturin e dietarëve. Ju vetëm keni pretendime. Pretendimi përderisa nuk është i bazuar në argument, është thjesht pretendim, nuk është argument. Ama ata janë ashtu mësuar. A Jemini me shoferin e vet, kur tentojshin atëherë me na akuzu, e kena prish tauhidin, e kena prish akidën, ata sipas bot kuptimin të tyre, tentojshin me na xhiku. Jo se çish është e drejta dhe e sakta, sipas argumenteve, jo, sipas asaj që ata që kanë kuptuar. Edhe prandaj pasaj shehu Sheikh Abdul Buhari, çka tha? Hadha la yafham ma'na al-khuruj. Ky njeri s'kupton çka do thotë kryengritje dhe rebelim. Ky njeri nuk kupton si i trajtu këta. Hadha la yajuz, për çështën ila wa rabb. Sheikh tha, hadha la yajuz, kjo mënyra dhe metoda që ka përdor ai. Nuk lejohet një gjë e tillë. Do të Sheikhu thotë la yajuz. Hadha la yafham ma'na al-khuruj. Kurse ata thonë që jo, kanë argumente të qarta. Janë të qarta. Patjetër pendim. Edhe pendimi nuk pranoheshte. Me i rëzu. Se po pëndu kthejnë prap. Prap na morin bafë që na qenë peshkopi. Nëse du matë me na morë. Ne du të më thonë na ti rëzojmë njerë dhe për herë. Thotë që i huaj. Indahum turukun khabithatun jiddan. Kanë dhe më thonë metoda të prishura, shumë të prishura, në luftimin e tyre kundër njerëzve të sunnetit. Barakallahu fikum. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.